Qa pa bëni? Shku ke fol detalja. E bët grup për mua këtë gjë, tani qa pa bëni? Kur njet mu viktimizu, kur njet jes, e ke mbyll muhabetin jashta. Po nalo më sëm lek mas, po nalo, po nalo, po nalo, mua ma bën ti këta. Opsionin ikje, fshije. Ja dhe fort deri këtu, ki tregu fort shik. Kam shumë frikë shumë. Ja, fare, ki tregua që fort sa që që këna shprej, që nuk e pas kem di që e që fort. Nuk ka për komplet, gjitha të që e shifja si. Nuk ka për shifja si një që më pas. Mos me ndoj 2% për mua këtu të shpikë njëri, që çdo veprim që i ka rëndu aty, unë jam turë si ujë këtë tjerve, ku jam mund të një. Shumë më mërësi. Banor, vëllai i madh ka marrë vendimin që konkurrentja Egli Tako për arsye shëndetësore të ndërpres menjëherë garën. Sakrifikoj gjithçka për Gjestin, gjithçka. Si se shijoj dite është. Jemi munduar të gjithë. I ditë se shijoj. Që të gjithë. Do munduar të shkund, si edhe do të troç fare që shiko se nuk të do, s'ke qa bën, se të do, s'të do. Me që në zonë faj që i ka egzageru sanet, i ka më shumë afër zamës. Perceptim po për zamër, po kur e sheqe të prish vetën, çfarë perceptimi është ai? Se nuk intereson të më vetë janë ato pjekë. Vetëm ti ke qenë në bota e saj. Duhet merrte një vendim kohë më parë në lidhje me Gjesin, duke qenë që ai nuk është burr, dhe është një mashtrues ordiner që tallet me ndjenjat e femrave, e sidomos me Eglin. Jo po mbi ndjenjat jo. O Gjes, ndaje vlla, kam 3 javë që të ndaje vlla, thu jo po jo herë mirë. Ne të vlla. Çfarë ndaja jo, ku do njëri? Ose mojo për burr. Mojo vlla larg burri dhe. Ndaje vlla. Atje mas fal më ne bot. Me ardhen e Gjesit e humbi komplet rutinë e saj. Erdhe ti t'i hapësh vend Gjesit. Ti s'di si sillet robi me i femar. Hajde të lutem shumë, vazhdo lëre tjetrin pari për ju. Se po i pret aty po bën me ëndër. Kur ishin këto para 2 muajsh, kur unë i thosha Eglit, Egli, të lutem, hapi syt, vëre veten të parën. Mos ta lësh shumë kohë. Që flet ti për goca ku brenda. Sa të ndoj qefi. Keni ti hise. Sa të ndoj qefi. Keni katandis, Egli Tako. Sa të ndoj qefi. Keni ti hise në ato pjesë. Vetëm gjë që të dy kanë dashur, sidomos Rozana, ishte vetëm me Gjesin në këtë shtëpi, i arriti qëllimit, sot Egli është jashtë shtëpisë. Po e mirë, nuk e gojë me folën të shtëpi, moj. Nuk e gojë ti me folën të shtëpi, moj. Se sot e ke parë të ndjetë keq. Kujtuar bëve. Drama bravo. Pas me këtë, gjatë pjesin këtu. E ka përdorur, e ka shtrydhur deri në atë pikë sa nuk kishte më pikë uji tek Egli. Kjo është gjëja më shumtuar që Gjesi ka bërë në këtë shtëpi. A u gëzove që dole Egli me? Që ta kesh Gjesin 100% për vete. Nuk e shkëpus të Eglin, nga loja e vet, nga hapësira e vet në shtëpi, e kërkonte sërish. Ti nuk lëshove pik loti për Eglin më, që sakrifikoi gjithë veten e vet për ty. Ti je kativ, ti gëzohesh me fatkeqësinë e tjetrit. E ke shkel Eglin me 2 këmbët. Edhe vajzat e dashuruara i din sakrificat që bëjnë për dashurinë. Ndonjëherë dhe duke shkelur mbi veten siç Egli ai ka bërë në këtë shtëpi. Po ç'do bëj Gjesi tani? Dashni të fes s'kom pas, no. Prioriteti i Gjesit është loja. O bro, u kry puna, që të ka dorë Zoti. Sa dush vajtaje? Nuk ka dorë Zoti. Ai po që shto ka dorë Zoti, baba dhe çau, ton kuën kur te kishit në miz, në vesh. Baba, ki me lyp me hangur atë miz për zolli, ku është te mys. Kjo shkaktari ai është. Inshallah më kupton edhe ti mu. Pse unë e kom pas ngarkesë të mëdha, pse unë më keq. S'kom dash ti me kon smut prej neje. Nashta zonin ta kom çu, të kom bërtit, të kërkoj falje është njerëzore. Po shkaktari e mëne. Por e neje.